Mirdita, mirëmëngjes, jam po bëj këtë direkt Facebook për arsye se nuk funksionon dhe YouTube-i për momentin. Është video e dytë që po bëj sot, jam në Romë. Natyrisht video pasaj në momenti që të funksionoj YouTube-i do të ngarkoj në kanalin YouTube. Tani, pse po bëj video në dytë? Po e bëj shumë shpejt, në përgjithësi nuk kam bërë video në këto, sepse më që me mendjen, një emër që nuk i kështë dëgjuar kurrë, të paktën te në emigracion se kështë dëgjuar, një pasaj mora vesh ka punuar në gazetari, e cila ka thyrë një rekord votash në qarkun e Elbasanit në Shqipëri. Është më e votuara e Shqipërisë, por është një emër i panjohur. Dhe është jashtë çdo imagjinate, me fjalë, çdo shifre të imagjinuar reale. Emri i saj Sara Mila, e gjeni natyrisht, mund t'ju tregoj fotografinë, po s'kam këtu një se si t'ja tregoj. Sara Mila, mjafto ta kërkoni, me fjalë e gjeni, e qarku të Elbasanit, është, mendoni, në kanal YouTube do të vendos fotografinë, natyrisht ta shifni. Në këto momente që po flas unë, pra Elbasani, ja përshtyrim për Elbasan, Komisioni i Zgjedhjeve, Partia Socialiste, në këto momente është 18.626 vota. 18.626 vota. Është jashtë çdo numri të pranueshëm, të imagjinueshëm. Do më thënë, keni parasysh kur thuhet që do më thënë i preokupur në njëllë nga fakti që do marrësh pak, po mund të preokupohesh, duhet të preokupohesh më shumë kur merr shumë vota pastaj. Është më preokupuese kjo. Edhe sepse është një emër i panjohur. Unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, e dëgjova pak, e tha Sali Berisha, po hapja listën dhe vërej të numër astronomik për një qark si Elbasani. Ndërkohë që numri i kandidatëve të listave të hapura në Elbasan është 14. Do të thënë, është e pamundur të marrësh 20.000 vota në një qark si Elbasani, nuk është vota reale, këtu është problemi. Keni parasysh kur dikush vjedh, po themi vjedh në supermerkate, po s'mund vjedhësh gjithë supermerkate, sepse kuptohet pastaj, këta që vjedhin nëpër supermerkate, vjedhin djath, po themi djath parmigiano, sa për të përmendur diçka, aty tek skafali, ka janë gjithë djathi, janë gjithë ato pakot e djathit, njëra mbi tjetër, konfeksionet. Qofse aty janë një 50 konfeksione njësej, do vjedhësh 5, që mos dallohet. Nuk mund i marrësh të 15, sepse pasaj duket, kuptohet. Kjo për e vjere po qante nga gëzimi e gëzuar se prisja, do thonë, po nxjerr let lot gëzimi unë që më duan kaq shumë njerëzit dhe këtu po gëzohet Elbasani sot, që ka fituar dhe Elbasani këtu tani, ka fituar Elbasani me 20.000 vota të kësaj. Elbasani nuk ka buktaj. Populli është, sidomos në Elbasan, është një mizerje të madhe nën mafja në Elbasani, sepse aty ka i kriminalitet të madh. Pra, këtu është ajo dhe mungesa e inteligjencës këtyre. Sepse kjo u ekspozua ndoshta pa dashjen e saj, hyri në një zonë të kuqe dhe rrezikshme. Dhe s'mund të dali dot tani kjo pa një lloj ndëshkimi. Do me thënë, dikush thot po s'ka gjë i mori, jo, është e pamundur. Do me thënë,
si t'ju them, unë jam profesor, pedagog, jap mësim. Tani, një student që unë e di që është shumë i dobët në fizik, dhe gjatë provimit, i bën gjitha ushtrimet. Unë duke e ditur që e s'dit bëj asnjë gjë, tani duhet i vë notën 30 është maksimalja në Itali, apo notën 10 në Shqipëri. Do i vë 10 kështu. Është normale do dyshoj që e ka kopjuar. Sepse kemi parasysh shumë herë kur i ndihmojmë që themi kopjoni, por i themi kujdes. Bëllë në i gabim, mos kopjo 100% sepse i kupton profesori pastaj. Edhe duke kuptuar të mbet pastaj në klasë, të mbet në provim. Sepse do të filloj do të pyesi, do dyshoj që ti ke kopjuar. Pra këtu 20.000 vota është egzageruar, domethënë përtej çdo limiti. Kjo është e mjaftueshme që këto zgjedhje nuk duhet njihen. Domethënë deputetët që kanë një farë dinjiteti të Partisë Demokratike apo të tjerë nuk duhet hyrë në këtë lloj parlamenti. Se ky është një parlament i dal jo me zgjedhje, jo zgjedhje lira, jo, po as pak të lira. Domethënë të paktën të jetë një minimum vullneti, këtu nuk ka fare. Domethënë ti më tregon tani 20.000 vota mua në Elbasan, edhe qangër ke nga gëzimi, se të dashka ka shumë popull i ty, po ne tjerë çfarë jemi neve? Që s'na dashkan fare njerëzit. Ne ku jemi ne? A nuk jemi në këtë tokë edhe neve? Çfarë cilësi shpati kjo për t'i dhënë njerëzit 20.000 vota? Ku dallua kjo në një gjë? Unë s'jam dy kur emrin. Madje po lexoj është emri pa njohur. Pra nga i erdhën këto vota, kësa 20.000 vota? Në qoftë se votimet janë bërë në këtë mënyrë, atëherë këtu është një skandal që ka ndodhur. Pra ky parlament është parlament që nuk duhet absolutisht të njihet. Kemi arritur në gjëra me fjalë të egzageruara, në një pangopsi, se kësa i mjaftonin më pak se sa 20.000 vota, të shohim sa është i dyti. Domethënë, t'ju bën të thirrje atyre manipulatorëve që ore uleni çik ritmin se e keni ngritur shumë ritmin. Pritani t'i shohim. I dyti është 9.361 vota, domethënë ti s'mundet tani në Elbasan, se në Tiranë ka një numër votuesi shumë të madh dhe mund të arrishish një numër të madh. Po ja i pari i Tiranës si Parti Socialiste ka arritur te 15.000. Po jo 20.000. Pra, kjo është një kërcënim, domethënë nuk është votim i lirë ky, nuk janë zgjedhje ato. Që ti tani të bësh në këtë mënyrë, çfarë do me tregu ti që unë marr gjithçka dhe ju mos merrni asnjë gjë. Më po tregon muskull, po tregon forcën, që unë po të dua me fjalë një njeri vetëm përqendron çdo gjë në Shqipëri. Po tjerë çfarë do të bëjnë? Ti do të vdesin, do të largohen, do të lënë vendin, gjithë. Domethënë kjo është një domethënë tregojnë muskujt njerëz që janë të fortë për mendimin tim, që kanë zaptuar Shqipërinë. Nga vinë këto gjëra tani, nuk më takon mua t'i gjej nga është burimi, por domethënë shohim çfarë ka ndodhur. Kjo që ka ndodhur bën mby. Nuk ka nevojë për një interpretim, besoj se ka njeri që e beson këtë, që kjo vajzë, që të paktën se bëra video tjetër për atë zegjinen e Fierit, të paktën ajo ishe aftë të aktronte, të bënte humor dhe e fitoj me humorin. Dihet e fitoj, ja u fitoj votat njerëzve, i manipuloj dhe ajo, i hipnotizoj, por i mori nëpërmjet humorit, nëpërmjet batuta, o gaza, e i dha votën. Po kjo, unë s'po i shoh në karakteristikë se pash pak dhe të intervista, nuk pash në një karizm, në një gjë, në një karakteristikë kaq të veçantë që kjo ishte kaq shumë me dashur nga njerëzit në Elbasan, sa që ata mezi prisnin të jepnin gjithë votat
e gjithë votuese që janë kundër asaj jepin kësaj. Pra është një egzagerim që ka hyrë në një zonë të kuqe të rrezikshme kjo. S'do ta bënte në vërtet. Dhe kjo që në këto momente është potencialisht e rrezikuar për të shkuar në burg. Potencialisht e rrezikuar. Sepse do t'ja bëj llogaritë nga tërë do ty me vajzë të vota. Kush t'i dha? Na i thuaj çik. Mi dha populli, se populli më do. Por më dha neve që kemi punuar si s'na dashka ky popull fare, vetëm na urrejkën, kanë të saktë e dashka ky shumë populli. Do të thënë bëhet objekt, jo vetëm objekt, po është një arsye e fortë për të mos që këto zgjedhje nuk duhet njihen. Sepse janë anomali. Është akuzuar Berlusconi në Itali që ka marrë vota prej mafjes dikur. Është akuzuar që ka marrë vota të mafjes. Ty kur të duan kaq shumë nga njerëz paraqitu, thuaj merre votën, por jo të shkosh në këto zona të kuqe të rrezikshme që mund të kesh shumë pasoja, por kjo vajzë ka rrezikuar, kjo gëzohet qanë nga gëzimi, por kjo duhet qaj do t'jete preokupuar për këtë numër kaq të madh. Sepse është një numër që nuk do e besoj askush, që e ke marrë ti pse njerëzit kanë kaq vlerësim pozitiv për këtë vajzë, vajzë e re dhe kjo, domethënë po bëhet një tallava vërtet, kalojmë nga humori, kalojmë tek nga komikja tek tragjikja. Është një situatë që ka dalë jashtë kontrollit. Nuk e di se si do gjendet në një zgjidhje, as do gjendet. Nuk e di se si mund të rregullohet diçka në Shqipëri. Mendoj që ka nevojë për ushtrimin e kuqe të Putinit në Shqipëri. Ka nevojë vërtet për një operacion ushtarak të fortë. Një operacion special ushtarak që ta vëjmë binarë, sepse kështu nuk jemi fare në rregull. Si jemi rregull fare, kjo është një skandal. Ky është skandal, ajo bën fest, po ky është një skandal. Dhe të bësh edhe fest, nuk e di se si këto njerëz që jetojnë aty që s'kan mutare, s'kan pensione, e të shohin këto ngjarje të tilla. Që kjo të na tregoj tani që bravo, se unë jam me votuar, sepse e meritoja, se ishe njeriu më i mirë dhe më i dashur, që njerëzit kanë shumë respekt, dhe gjithë njerëzit e tjerë nuk vlekajnë fare, kjo vleka kaq shumë, dhe ne nuk e pas kemi ditur, sepse nuk e kemi dëgjuar as emrin. E mbylla video. Kjo video shumë e shkurtër. Vlerësoni ju dhe thoni se si ka ndodhur kjo gjë, si ka mundësi, si ka marrë kjo 20.000 vota. Kjo është pyetja që bëjmë ne. A mund njihen këto votime të tilla? Partia Demokratike nuk duhet hyjë absolutisht në parlament. Jo të hyjë të rriqet, duhet të hyjë fare. Le të vinë ata ndërkombëtarët këto globalistët, nga 16. Le të vinë ata, të bëjnë ato projektet e tyre, të na bëjnë mish për tokë ne për luftën në Ukrainë. Atë të bëjnë ata dhe për të prurë emigrante, për të na grabitur ato eurot e dollarat që bjem neve me gjak, që bjem ne emigranti që në Shqipëri. Për këtë bëjmë lerë në Tiranë. Nuk bëjmë lerë në Tiranë për të ullur atë mirëqenin e shqiptarëve, dhe që shqiptarët jenë më si të është ke një sistem më të drejtë, në kuptimin të jenë më të lirë, të jenë dhe më solidare me njëri tjetrin. Nuk bëjmë për njëri këtë politikë, po bëjmë politikën e shkatërimit. Pra vinë aty, bëhet kjo gjoja mbledhje e 47 vendeve që vinë pa, sepse është dhe që Edi Rama na i qua, sikur çfarë do të bëhet aty te monumenti Skënderbeut, atë këto mbledhje nuk na duhen fare. Na duhen mobilizimi kundër këtyre mbledhjeve, kundër këtyre grumbullimeve, sepse këto mbledhje edhe këto për mua i financon mafia. Është ajo që i bën këto projekte. Ta bëjmë Tiranë, edhe para dhe vinë gjithë përfaqësuesit, sepse në fundit çfarë është kjo organizata politike e Europës? Çfarë është kjo? Kjo strukturë mbi shtetërore, që ju heq sovranitetin njerëzve. Nga kush, si financojnë ta, si nxiten, si hapen rrugë këtyre, si bëjnë këto projekte për të takuar në Tiranë apo në Budapest apo në Paris. Pra, është kjo mafia globaliste
që i lëviz gjatë. Ne duhet të reshtojmë kundër tyre. Pra nuk ka Europë. Shkundër Europës, duhet të mbrojmë sovranitetin tonë, të mbrojmë lirinë tonë. Se nuk e sill dhe lirinë Europa. Europa na e merr lirinë. Nuk po them që të mos jetë e hapur Shqipëria me Europën. Por jo të bëjmë ne të punojmë në gjitha anët e botës, të bëjmë euro dhe dollarët në Shqipëri, e të na i grabitin në këtë mënyrë siç po na i grabitin. Duke zhvensuar, duke çuar në fund të euron, duke rritur çmimet. Në qiell na quaj këtë si kjo është demokracia. Pra kjo është shprehje edhe e votave, ka shumë votave që ka fituar kjo Sara Mila, që për mendimin tim nuk e di se sa qetë është kjo zëgjumi apo se zëgjumi nga gëzimi apo nga prekupacioni. Unë i them se duhet prekupohet për të numër të madh, se ky numër i madh është i rrezikshëm. Është i rrezikshëm ky numër i madh, se po lozin shumë, po tallen, po sheshi i revolucionit është gati në Tiranë. Është sheshi i revolucionit atje. Siç u bë dikur në Paris në vitet në kohën e revolucionit, vitet e terrorit, 1789, 1793, 94, 1794. Ato 4 vjet në Francë e vjen më mirë që në giljotinë në sheshin e revolucionit përfunduan 18.000 francezë. Pra kjo shturje, kjo kaos, kjo do më thënë këta muskuj që të regohen që pangopsia, që unë duhet marrë gjithë shka dhe ti duhet marrë asgjë gjithë, do ketë i kosto vërtet shumë madhe. E në zvidje një uroj kalon shenjë ditë mbarë, zvidje dytë për që përbëjson. Këtë video do ta ngarkoj në YouTube sepse nuk ma lejon të YouTube-in direkt, ndoshta nga që bëra video në parë dhe nuk të lejon të bësh video shumë frekuente, me siguri, se ma nxjerrte errore, ma nxjerrte gabim. Kalofshimi, pra ne shkruani në koment, si mori këto vota kjo, ta kandidatët që janë aty, që janë dhe 13 tjerë, si ka mundësi këta 13 tjerë ta fitën gjumë këta, që sa rritën dot këta morën kaq pak, të shohim se emra këtu. 1 minutë, Komisioni Qendror, Elbasan. Sara Milo, 18.626, i dyti Samir Hasalla, 9.361, më pak se gjysmi. Tani, është i fundit, për shumë, Arlind Kullovi, 431. Kemi dhe një person nga Gamshi, Gildon Fejza, 4.209. Po mi tani, këtë tjerë tani, si ka mundësi kjo diferencë ka që madhe? Dhe këta punuan për mbledhur votat. Si shumë mundur kjo, ne i gjeti kjo 20.000 vota. Pra shkruani në koment me fjallë. Mund të quhen zgjedhje të lira këto kur dalin këto rezultate skandaloze me fjallë që na marrin për hundësh edhe tallen me gjithë njerëzit dhe ne duhet të pranojmë të tallje. Tallje e cila na kushton pastaj na kushton shkatërimin tonë. Pra shkruani në koment, nga jezën votat, saj si mori kjo? Ishe ka që zonja vërtet? Apo këtu ka mbaruar çdo gjë tani dhe kjo pangopsia po shkojmë drejt zhdukjes gjithë shqiptarëve dhe vendosjes një regjimi ku një njeri të komandojë gjithë njerëzit dhe gjithë njerëzit të largohen për botë e të shkojnë rrugët e botës. Se drejt asaj po shkojmë. Ju uroj kalofshim një ditë të mbarë.